Urdhër aresti nga Kosova përse u arrestua në Tiranë djali i gazetarit Artan Hoxha. Prokuroria e Shtetit ka vendosur në nënhetim për përfshirje në krim të organizuar djalin e gazetarit nga Tirana, Artan Hoxha. Geri Hoxha, i moshës rreth 25 vjeç, u arrestua të hënën në 19 janar në Tiranë në bazë të një urdhër arresti të policisë së Kosovës. Urdhri ndërkombëtar për arrestimin e Hoxhës është shpallur nga autoritetet kosovare në 13 janar të këtij viti, siç ka bërë të ditur Policia e Shtetit shqiptar. Geri Hoxha dyshohet për përfshirje në krim të organizuar në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore. Bashkë me të Policia e Shtetit ka arrestuar edhe Reando Bibën, një tjetër të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Në Tiranë u bë kapja dhe ndalimi i shtetasve RB dhe GH banues në Tiranë. Këta dy shtetas ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi përfaqësuesi special i sekretarit përgjithshëm të UNIK-ut në Kosovë në 13 i pari 2026 ka lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar për këta dy shtetas si të dyshuar për kryerjen e veprave penale, pjesëmarrje ose organizimi grupi të strukturuar kriminal në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore, tha Policia shqiptare në një njoftim për media në 19 janar. Sipas njoftimit Policisë së Shtetit, dy të dyshuarit janë ndaluar me qëllim ekstradimin drejt autoriteteve të Kosovës. Arrestimin e djalit të tij ka konfirmuar të martën. Arrestimin e djalit të tij ka konfirmuar tashmë edhe gazetari Artan Hoxha, gazetari i njohur për trajtimin e temave të botës së krimit dhe mafjes në Shqipëri, ka kërkuar që të mos deklarohet gjerësisht me arsyetimin se nuk e ka pranuar ende dosjen e plotë rastit. Ai është shprehur shkurt se edhe sipas tij rasti mund të ketë prapavi politike dhe se po përdoret për ta goditur për shkak të punës së tij si gazetar. Gjykata e Tiranës pritet vendos për ekstradimin e Hoxhës dhe Bibës brenda një afati prej 40 ditësh nga dita e arrestimit. Brenda këtij afati, autoritetet kosovare kanë mundësi të dërgojnë kërkesën për ekstradim si dhe përshkrimin e provave bazë të rastit.